Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga rënja e flokëve, kjo recetë me rozmarin është zgjidhja për këtë problem. Këtë bimë shumë herë kemi pasur në dorë, por nuk keni pasur dieni që ajo ju ndihmon kundër rënjes së flokëve. Rozmarina, siç e kanë quajtur edhe më të vjetrit dhe romakët, ka qenë e njohur si një bimë shëruese që nga kohërat e lashta dhe ishte përkushtuar perëndeshës Afrodita. Ndërkohë, rozmarina ka efekt tepër të dobishëm në lëkurë. Ajo përdoret edhe në industrinë kozmetike si një pastrues për lëkurën. Ndihmon që ta mbaj fytyrën tuaj sa më të freskët dhe plot me shkëlqim. Rozmarina jo vetëm që i bën flokët tuaj të jenë më të butë, por në të njëjtën kohë stimulon në rritjen më të shpejtë të flokëve. Ajo ndihmon në zbutjen dhe në forcimin e flokëve, sikurse që ndihmon edhe në rikuperimin e flokëve të dëmtuar. Kombinoni 2 lugë gjelle të gjetheve të grira të rozmarinës me 300 ml ujë dhe pastaj, me përzierjen e fituar, trajtoni flokët duke filluar nga fundi dhe deri tek rrënjët. Kjo përzierje është shumë e lehtë, prandaj edhe kur nuk keni nevojë që ta largoni nga flokët, pasi që ajo do të largohet vetë. Si fillim, ne këtu do t'ju tregojmë edhe disa receta të tjera bukurie të cilat ju do t'ju vinë në ndihmë kundër rënjes së flokëve. Në qoftë se flokët tuaj janë të dobët dhe bien sa herë që ju i krihni, maska kundra rënjes të përgatitura vetë mund të jenë zgjidhja perfekte për këtë problem. Ka shumë arsye pse ju bien flokët, duke filluar që nga stresi dhe deri tek mungesat ushqimore. Në çdo rast, në qoftë se ju bien flokët, s'ka gjë më të mirë se sa një maskë flokësh e përgatitur vetë, të thjeshta për të përgatitur në shtëpi dhe me përbërës elementar, ushqyes dhe forcues. Këto maska ndonjëherë janë ilaç i vërtet dhe më efikase nga çfarë ato parashikohen. Maja bire, mjalt, kos, vezë dhe kështu me radhë. Bëhet fjalë për përbërës të thjeshtë të cilët ju i keni në shtëpi. Më pas mbështjellni kokën me qese plastike dhe lajni flokët me shampo si zakonisht. Zgjidhni një prej këtyre 3 maskave që ne do t'ju sugjerojmë në vijim. Ato kanë efekt ushqyes, ristrukturues dhe antirënje. Flokët tuaj do të ringjallin zilin të gjithëve. Maskë me vezë. Për këtë maskë duhen 2 të verdha vezësh, pak vaj ulliri dhe lëngu i një gjysmë limoni të shtrydhur. Përzieni mirë dhe lëreni këtë maskë të veprojë në skalpin e kokës. Aplikojeni me anë të një furçe dhe mblidheni kokën me një qese transparente. Lëreni të veprojë për gjysmë ore dhe më pas shpëlajeni dhe vazhdoni me shampon. Do t'i ndjeni menjëherë flokët tuaj më të fortë dhe njëkohësisht më të ushqyer. Maska me mjalt. Provoni këtë përzierje për flokët tuaj. Në një tas të vogël, hidhni një vasket kosë dhe një lugë plot me mjalt. Përzieni dhe përhapeni maskën në flok. Më pas vazhdoni me një kapuç dushi. Lëreni një orë kokën të mbështjellë dhe më pas lajni flokët tuaj me shampo. Do të ishte mirë në qoftë se shampoja do të ishte kundra rënjes së flokëve. Maskë flokësh me maja bire. Forcon dhe ndalon rënjen e flokëve. Bëhet fjalë për një maskë e cila realizohet me 2 të verdha vezësh, disa pika uthull, një lugë mjalt dhe 20 gram maja bire. Hidheni në një tas, përzieni dhe aplikojeni maskën në skalpin e kokës. Mbështjelleni kokën me qese dhe lëreni për gjysmë ore. Më pas lajni flokët me shampo si zakonisht. Ndërkohë, keni parasysh se mund të përdorni dhe maskën me kanellë kundër rënjes së flokëve.
Kanella është një nga bimët e cila përdoret në trajtime të ndryshme. Ajo gjithashtu është një burim ushqimi për njerëzit dhe organizma të tjerë. Është përdorur edhe në përbërës kozmetik për kujdesin e flokëve sepse përmban një numër të madh të vitaminave dhe të lëndëve ushqyese të cilat e mbrojnë flokun tuaj nga dëmtimi dhe i ndihmon ato që të rriten me shpejtësi. Dobit e kanellës për flokët: zbut flokët dhe ndihmon në zgjatjen e tyre, mbron flokët nga faktorë të ndryshëm klimatik sepse përmban minerale dhe lëndë ushqyese, ndihmon për të parandaluar humbjen e flokëve, aktivizon qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës, gjë e cila nxit rritjen e flokëve. Maska me kanellë për të parandaluar rënjen e flokëve. Mënyra e parë e përdorimit është një vezë dhe një lugë gjelle kanellë dhe një lugë e vogël me vaj ulliri. Përzieni vezën mirë, shtoni kanellën dhe vajin e ullirit, aplikojeni përzierje në flokët tuaj dhe lëreni për 20 minuta. Më pas i lani me ujë të vakët dhe me shampo të përshtatshme për flokët tuaj. Kjo përzierje gjithashtu i ushqen flokët dhe ndërkohë i ndihmon ata që të rriten. Mënyra e dytë, përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë gjelle kanellë dhe një lugë gjelle vaj ulliri. Përzieni të gjithë këta përbërës së bashku. Vendoseni në flokë për 15 minuta dhe më pas i lani me ujë të vakët dhe me shampo të përshtatshme për flokun tuaj. Kjo përzierje ndihmon në forcimin e flokëve nga rënja deri tek majat dhe gjithashtu parandalon humbjen e flokëve. Mënyra e tretë, përbërësit që do t'ju duhen janë 2 lugë kanellë, 2 lugë qumësht dhe gjithashtu 2 lugë mjalt. I përzieni të gjithë përbërësit mirë, vendoseni përzierjen mbi flokë për 1 orë dhe më pas i lani me ujë të vakët dhe me shampo të përshtatshme për flokët tuaj. Kjo përzierje gjithashtu ndihmon për të hequr qafe të gjithë ashpërsinë e flokut. Mënyra e katërt, përbërësit që do t'ju duhen janë 1 lugë çaj kanellë dhe 1 lugë çaj me vaj ulliri. I përzieni të gjithë përbërësit mirë, vendoseni përzierjen në flokët tuaj dhe më pas i lani me ujë të vakët dhe njëkohësisht me shampo të përshtatshme për flokun tuaj. Kjo përzierje ndihmon flokun tuaj për t'u bërë më i butë dhe njëkohësisht më i ndritshëm. Këshilla për të patur flokë sa më të shëndetshëm: konsumoni ushqime të cilat përmbajnë vitamina dhe minerale të dobishme për flokun, të tilla si ushqime të pasura me vitaminën B, ku përfshihet vezë, mish, peshk, drithra, ushqime të pasura me vitaminën A si për shembull mëlçi, gjalp, vezë, karrota, spinaq, kajsi. Ushqime të pasura me vitaminë C si lule lakra, patatja, molla, spinaçi, limoni, kivi, portokalli. Ndërkohë, përdorni krahër me dhëmb të mëdhenj. Pritini majat rregullisht. Ruajini flokët nga rrezet e diellit. Ruajini nga ajri i ndotur. Mos i ngjyrosni flokët me përbërës kimik. Mos konsumoni ushqime të dëmshme dhe ushtroni rregullisht. Luftoni stresin dhe depresionin, të cilët janë shkaktarët kryesorë për dobësimin e flokëve. Mos e përdorni xhelin, shkumën apo detergjentët kimik në mënyrë të tepruar dhe thuajini stop duhanpirjes dhe pijeve alkolike për shëndetjen e flokëve dhe të trupit në përgjithësi. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.